Ua njoh të gjithë dhe trimërin. E di se gjithë secilit nga ju I vlon etja për akmarrje, e dora nuk I dridhet. Pra ju propozuat, kaq mundësi ju propozuat jo thjesht kurën, por logjikën e kurës. Eksakt. Okej. Dhe logjika e kurës, duke u shpallur publikisht, do angazhonte laborator, mjek, universitete, që për një muaj marrëshin punë ato. Dhe neve themi në konkluzion të këtij studimi që themi vdekja nga COVID-19 është shkaktuar nga një reakcion anormal hiperimun I shkaktuar prej furtunës së citokinave. Kështu që problemi I pacientit nuk është replikimi viral, pra shumimi I virusit. Se neve në organizmin tonë ne bashketojmë me miliona viruse ndërkohë që flasim. Ne kemi viruse në mushkëri, ne kemi viruse në traktin gastrointestinal, bashketojmë me ne dhe në ndikojnë për të jetuar më mirë. Kemi edhe kërpudha në stomak. Po. Kështu që kërpudha mbase jo, po si quhen mikrobet që kryen atë. Ore, ne mund bashketojmë me kandidën për shkakun. Gjë e mirë nuk është, por ka një ose me herpes. Ti ke herpes virus. I cili her mbas here ke parë njerëzit që ju bëhet plak buza, edhe thon ngadalë herpesi. Ai aty e ka herpesin, tërë jetën e vet. Ai her aktivizohet, her saktivizohet. Kështu ne bashketojmë me viruset. S'ka asnjë lloj, le të replikohet, le të shumohet në trupin tonë ai. S'ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme nuk është shumimi I tij. I rëndësishëm ishte përgjigja hiperimune që neve na. Edhe Zoti s'ne ka fut kot ato ty mbrenda ne. Ka një funksion dhe ato. Dhe kështu neve vim në një gjë shumë interesante. Pikërisht ky artikull, të cilin unë e kisha çuar në Lancet, por e kisha çuar edhe në këtë revistën që quhet Transplant Infectious Diseases. Ti e çova edhe në Lancet dhe këtu, po, në të dyja, po, ne çova në të dyja. Lanceti nuk më përgjigj sigurisht. Ata kishin marr masat. Këta kishin për herë të parë. Po ky mbasi unë e dërgoj këtë kjo është 13 maj 2020. TID Editorial Office apo jo? Është emaili nga zyra editoriale e TID-it që është Transplantation Infectious Disease. Dhe shikoni çfarë më thot. Më thot që neve në lidhje me këtë artikull, a janë inhibitorët e kalcineurinës, sikurse është ciklosporina dhe tacrolimusi, një opsion I mundshëm terapeutik për pacientët me COVID-19. Një revizion sistematik I pacientëve me transplante të organeve solide, të cilët janë zhvilluar COVID. Ai është kodi dhe titulli I artikullit. Dhe shikoni çfarë më thot. Më thot I dashur profesor Prifti, faleminderit për artikullin që keni dërguar në TID. Neve kemi firmosur, thot, një marrëveshje me WHO-n, pra me OBSH-n, në mënyrë që neve t'ju dërgojmë të dhëna shkencore relevante, findings relevant to the novel coronavirus outbreak. Dhe më thot, ne ju kërkojmë lejen tuaj. Është hera e parë që unë marr një email të tillë. Unë kam botuar shumë artikuj, shumë studime. Është hera e parë në jetë. Është hera e parë që unë marr. Ju keni sa herë keni marrë pjesë në botime? 180, 200. Jo, studimet mirëfillta janë mbi 280, po janë me mira prezantime. Jo, kanë thënë që ky është emaili I parë, mas 280. Ky është emaili I parë I këtij tipi. Që më bëri përshtypje, por edhe justifikova sepse periudha ishte e tillë. Edhe më thot, ju kërkojmë, kemi një marrëveshje, thos. Dhe ma dërgon edhe këtë sajtin. Sajtin që ata bënin për domethënë WHO-ja kishte ngritur për këtë gjë. Dhe më thot, kërkojmë lejen tuaj për ta ndarë to share this relevant submission. Pra këtë studim relevant directly with the WHO. Në mënyrë direkte me WHO. Pra me OBSH-n, me atë Avramosin, atë komunistin e Afrikës. If you approve, nëse aprovoni, we will share this submission directly with the WHO and indicate that this is a preliminary report that has not been peer reviewed etj. Bukur. Pra, e konsideron një relevant submission. Dhe unë mbaj mend që I them po. Është datë, patjetër që qofse do flas dhe unë për këtë temë. Njeriu bën atë që e mendon të mirë për tjerët. Unë s'kisha asgjë për të fshehur. Më fal, emri I atij personi. Kam shurën si të Xhanani, editori. Është një person kompetent. Është një person I zyrës editoriale. Po është kompetent. Tani, përderisa
flet në emër të zyrës editoriale të revistës, pra ky është një person, nuk është gazetar, ky është shkencëtar. Jo, nuk janë as shkencëtar. Këta janë në zyrën editoriale, janë disa njerëz të cilët merren vetëm me këtë punë, me përgjigje, organizime etj. E lexon ai këtë artikull? Admin. E lexojnë tjerë. Bukur. Mbase jo personi. Pyetja ime që kam për ju, që ta kuptoj edhe unë se prandaj duhet bëj një ndërhyrje. Ke çuar një email. Brenda ke një studim. Ja çon kësaj zyrës. Jo, nuk çohet email, studimi nuk çohet me email. Ka faqe. Okej, është faqja e gazetës e revistës që ka dha atë kodin. Po. E merr ky tani që të përgjigjet ty. E merr pa e lexuar tjerët? Të përgjigjet ty pa e lexuar tjerët? Patjetër, përderisa ai thotë relevant submission. Pra. Dikush e ka lexuar. Arrim këtu, se këtu duhet dal. Se s'pyeta kot. Tani unë do bëj ndërhyrje. Edhe i lutem Andreas na mbaj të dyve. Ishte viti 2023, po komunikoja me zonin Vim Prifti. Edhe bëj paraqisja tezën time që ti e hëngre sepse duhet ta haje. Po e them me këto banalitet, këtë formë banale. Sepse ti diskreditove Plandemin. Dhe i thash që njerëz në botë janë azisuar, janë eliminuar, janë ekzekutuar në dy raste. Në rastin kur kanë diskredituar Plandemin, kanë shpjeguar që virusi është nga laboratori, dhe kjo nuk është vaksin, po është terapi gjenike që rrezikon të prodhoj ndërhyrje në trupin e njeriut, dhe këta gjitha njerëz që kanë guxuar ta bëjnë një diskreditim të Plandemis, janë azisuar, eliminuar ose nxjerr jashtë luftimit, siç përdoret termat luftarak, do thotë plagosur, i burgosur, i arrestuar, i shkarkuar, gjet gjithmonë një mjet për ta nxjerrë jashtë luftimit. Kjo është termi që përdoren librat e ushtarakës, kur isha unë i vogël në shkollë mesme dhe shkollë lart që jepshim mësim ushtarake. Nxjerrë jashtë luftimit. Jashtë luftimit do thotë e vret, e plagos, e arreston. Këto janë tre elementet e jashtë luftimit. Dhe i thash, është dhe kategoria tjetër, i thash, pa e ditë fare këtë historinë e këtij emailit, është dhe kategoria tjetër që kanë guxuar dhe kanë propozuar kura. Po ti i thash hyn te kjo pjesa jo e kurës, i thash ty, jo një sekond. Si ishte ky muhabeti më pyetja Advini, ja shpjegova me detaj, me emrat vdekurit, vrarësh etj. Një sekond, se dhe unë hyka ajo e kurës. Si hyka ajo e kurës, më tregoj këtë email. Dhe aty në atë moment, si thush, mu hap një horizont tjetër. Edhe ti më nxite se unë këtë email ishte shuajtur nga posta ime. Po ti se kishe menu kur që ishte ky shkaku. Më dhënë sepse nuk arrinte dot një shkencëtar të mendonte që në botën e shkencës mund të ketë eliminime nga lart poshtë. Nga posta ime elektronike është shuajtur çdo email që ka lidhje me Covidin, që janë me qindra. Edhe një herë. Një prej këtyre është ky. Në postën tënde elektronike, megjithëse ti i ke ruajtur vende të tjera. Jo, nuk e kam ruajtur. Ky është rastësor sepse unë ja bëra forward një prej atyre bashkëpunëtor nga forwardi. Edhe ai kolegu që ishte është nga në Firenze, ai e kishte shujtur. Ky kolegu që ishte në Maastricht e kishte ruajtur. Edhe ky është fati që ka mbetur, edhe ma ribëri forward. Kuriozitet. Ti përdori laptop kur shkruaj me email? Po, laptopi im ishte i lidhur direkt online me emailin. Dhe gjëja e parë që më kanë marrë, a thotë se korrupsioni bëhet në laptop edhe në kompjuter. Mua mu sekuestruan të gjithë kompjuterat, pa përjashtim. Nga Altin Dumani. Po çon si ka? Ato ishin OPG-t, nuk është se OPG-t morën laptopin. Jo, morën laptopin e shkencëtarit, një sekondë. Laptop, kompjutera, të lutem, do ndalosh pak. Fiksoni këtu ke unë. Është koha e komunizmit. Vishin këta Barint e bër prokuror. Shkoni ke shtëpia shkencëtares. Keni parasysh Kasimatin. Dhe i merrshin gjitha çka kishte aty. Studime, materiale, dhe atit gjeologut famshëm që e vran duke ra me shkelm kokës, duke thyer Kafkën. Shkencëtar i madh, nuk e mbaj mend gjeolog ndërkombëtar, nuk ishte shqiptar, ja marrin studimet edhe i hedhin kështu në plera. Ca tjerë morën materialet që kishin dhe i përdorën për të bërë librat e tyre. Gjoja shkencëtarët komunistë. Kështu ka funksionuar atëherë. E njëjta gjë me të njëjtët surretër bën edhe sot. Marrin laptopin, marrin kompjuterin, telefonat e shkencëtarit dhe aty pastaj asgjë. Jo mirë, telefonat mund të ketë sens sepse janë komunikime
kompjuterat për Po korrupsion. më e morëm. Pse futën durët? Se më sa di unë ty të mungonte një folder. Po. Një folder. Po, shkence. kjo është datës 13 maj 2020 dhe eksaktësisht një muaj e gjysmë mbrapa. Pra, ty të mungon një folder shkence. Po, mungon shumë gjëra, po Tani shkenca. Unë nuk mund t'ja vë fajin kurkujt, po sepse në momentin kur ti je i bllokuar, po nëse ti unë vetëm kur dola mbas 17 ditësh arrita të futem përsëri në adresën time dhe të ndroj passwordet e tjerë, kështu që kishin kohë mjaftueshëm për të manipuluar gjithë. Ti mbaje të hapur adresën. Po se ishte në laptopin, ishte personale. Pra, çdo gjë që kishe ti kishe save password apo jo? Pra, ti nuk rrihet logosh. Stay in line, po. Do me thënë, fiksoni. Mos e mbani kompjuterin në line me një leksion dhe mos regjistroni passwordet e emailit. Nga eksperienca një shkencëtari që kishte lënë save password, ja sekuestruan. Kur e mori laptopin mungon disa gjë, po një folder mungonte. Ishte një folder që kishte kështu dhënash. Dhe ju thoni, jo kishte kështu dhënash. Mbas këtij emaili, mua më vjen një email tjetër dhe më thot, artikulli juaj është shumë interesant, por numri i pacientëve është shumë i vogël, 131 pacientë. Tash rrim pak. Dhe ata do bëj avokatin, do bëj avokat. Jo, të them edhe këtë që ta gjykosh. Dhe atëherë unë u detyrova dhe filloj dhe mbaj çdo të dhënë, pra nga maj i vitit 2020 deri në shkurt të 2021. Që erdhën ata? Po, unë kisha grumbulluar 6800 pacientë të tillë nga gjithë bota. Dhe që kishte bërë me kurën gjithmonë. Jo kishte të bënte me këto pacientë të transplantuar për të dalë në konkluzionin që ky preparat kalcineurina ata i mbronte. Pra ti kishe shtuar ata thanë ke pak të dhëna, dhe ti po shtoje dhënat. Mund duket logjik. Ata vinë, arrestojnë. Dhe gjëja e parë që bëjnë zhdukin provat e 6500 pacientëve. 6800. Pa më dëgjoni pak me vëmendjen mua, jo të vinin tani. Jo, para dëgjoni mua. Më fal. Martin, para se të flasësh, ky është një artikull i vitit 2024 nga një grup italian, i cili thot ciklosporina, pra ky ilaçi që ne sugjeronim në maj të 2020-s, i përdorur si nasal spray, ka një funksion antiviral kundër SARS-CoV-2-shit. Stop, qa theti kjo ishte kështu? Po. Ua, po mbaj mend vllajin tim 2021-shin. Pra, po më erdhi këtu. Në 2024. Më thanë na gjej këtë, tha, se gjën dot Francë, nuk na lejohet në farmaci ta marrim. Në 2024 një grup italian, pavarësisht nesh, ata s'kishin nga ta dinin gjithë të historinë time, ata thonë që në konkluzion është ky artikull i botuar në European Journal of Pharmacology Sciences në shkurt të 2024 nga doktor Guareschi, dhe thot, në konkluzion, ky artikull, ky studim tregon që ciklosporina A e vendosur në një formulë mishele si nasal spray mund të ketë një ka një rol potencial dhe klinik efektiv kundër përhapjes së koronavirusut. Më fal, vllai më erdhi nga Franca ditën që do bënim cerimortore të Timeti, edhe më thot Altin, nuk na lejnë të blejmë në farmaci as këtë gjën. Mirë, pa jo mund të me se kjo është 2024. Ky është një artikull tjetër. Jo, nuk lejohesh fare të shitej kjo gjëja. Pra ata kishin neutralizuar çdo lloj mundësi as për eksperimente as për asnjë lloj gjë. Po unë do të bëj një ndërhyrje. Jo, të mbarojmë punën me ciklosporin. Jo, do se më humbet filli. Jo, vetëm një ndërhyrje, mos harroni vetëm një gjë. Është shumë e qartë që të kuptoni diçka. Ata duhet zhduknin provat e krimit, prandaj zhdukën atë folder. Sepse qëllimi real i gjitha historie lidhet me këtë histori, nuk lidhet me akuzat që ata sajuan, që nisën me akuzë, kanë dalë 4 akuza që s'kishin fare lidhje me akuzën e parë. Sepse ata marrin urdhra nga ata lart. Dhe ata lart, qofse ka kur, qofse do kishte kur, nuk më prodhonin vaksinë në thojza, terapi gjenike, genocidin për kathë, më falni. Dhe ky është një artikull i vitit 2023 iranian, një grup i madh iranian, të cilët bëjnë një meta-analizë dhe një revizion sistematik të gjithë literaturës dhe shikonin në çfarë konkluzioni dalin. Thonë, inhibitorët e kalcineurinës, pra i njëjti ilaç që neve themi,
janë të aftë që të inhibojnë proteinën e nukleokapside të virusit, kështu që ato prevenojnë replikimin, por prevenojnë edhe dëmtimin e traktit respirator nga SARS-CoV-2. Mushkrive. Traktit respirator. Bazuar në këto karakteristika të përmendura në detaje, inhibitorët e kalcineurinës, pra ciklosporina, mund të ketë një rol potencial terapeutik për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Po këta i lanë më botu. Çfarë viti? Në 2023 një grup iranian. Ku e botun këta? Në Current Medical Chemistry. Në një pyetje. Ty të erdhi një përgjigje e çuditshme nga ata që nuk ka akoma kampion. Po çat punë të prishtu një studim që s'ka shumë kampion, po që ngre një pyetje. Po pikërisht, kjo është e çuditshme. Dhe çudia më e madhe është që përveç nesh, shikoni, ky është një artikull tjetër i vitit 2023 që vjen nga Egjipti, nga vende të cilat nuk kanë lidhje me industrinë farmaceutike, domethënë se njeriu normalisht pret që këto dhëna të vinë nga Evropa, nga Komuniteti Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara, Australia. Shikoni, ai ishte grupi i parë, ishte iranian, tjetri italian, mirë, se italianët janë një çik më realist në gjërat e tyre. Në 2024. Po, ky nga në Egjipt. Dhe shikoj çfarë thonë në Egjipt, domethënë ky grup egjiptian. Ky thotë që ky studim tregoi që statusi i imunokompromentuar, pra i imunitetit ulët tek pacientët me transplante të veshkave nuk është një dizavantazh në kuadër të infeksionit me COVID-19. Pra dhe të njëjtën gjë reflektojnë edhe këta 3 vjet më pas. Ky është një studim tjetër, edhe nga këta shikoni është nga Azia, i cili tregon përsëri që ciklosporina A, inhibitorët e kalcineurinës, po mundet të ketë të njëjtin efekt dhe mundet të reduktojnë efektet e COVID-19. Dhe shumë të tjera, domethënë të gjitha këto janë mbas 2023-2024. Riktu. Edhe kjo për shembull është një trial i parë i trajtimit me ciklosporin të pacientëve të hospitalizuar me COVID-19 dhe përsëri vetë çfarë thotë. Një trajtim i shkurtër me ciklosporin shfaqet të jetë i sigurt dhe i logjikshëm në pacientët me COVID-19 të cilët kanë nevojë për terapi me oksigjen dhe mundet të jetë një terapi adjunktive, pra shtesë në trajtimin e këtyre të smurve. Pra nuk është se kemi tjetër studim. Pra të gjithë to, edhe ky është italian, i cili tregon përsëri të njëjtën gjë, që ciklosporina A inhibon, pra frenon infeksionin viral dhe atë që është prodhimin e citokinave ose fortuna e citokinave në qelizat e mushkërisë nga të treja variantet e SARS-CoV-2, se ai mutoi pastaj, nga varianti Delta, Omicron e të tjera. Pra, shikoni që kjo nuk është një për neve që ishim të parët, sigurisht pyetjet që bënim kërkonin përgjigje. Por me kalimin e vite në të cilat unë u pezullova nga detyra e tjera, sigurisht kolegët tanë, kudo në botë, në Egjipt, në Iran, në Itali, në shumë vende, ju e pat edhe vetë, disa prej tyre kam shfaqur, treguan, ndërkohë që pacientët kishin marrë vaksinat, më kupton? Treguan që ky trajtim me këtë lloj preparati, me dozat caktuara të reduktuara, ishte efikas nga infeksioni me SARS-CoV. Pra viti? Po këto janë 23-24. Po pra, ka marrë punë. 3-4 vite. Jo, shiko, nuk ka mbaruar puna, sepse kjo gjë do vazhdoj. Nuk është një edhe vetë vaksinimi, edhe ai është një proces që do flasim më vonë, që nuk është kaq i thjeshtë. E rëndësishme është, e vërteta mund të vonoj, se ka njerëz që e bllokojnë, që nuk duan të shfaqet e tjera. Por gjithmonë ajo duhet të evidentohet, sepse Covidi përsëri është. Mund ta modifikojmë përsëri. Neve duhet të jemi të përgatitur për çdo. Dhe ne e kuptuam sekretin e vrasjes të këtij virusi. Imuniteti fort. Eksakt. Ose imunitet normal. Të lutem ndalo pak. Jemi në vitin 2020. Rrim pak këtu. Jemi në muajin prill. Në muajin maj ti çon studimin.
Në muaj maj, ty të vjen përsëri përgjigja që ne nuk mund ta publikojmë se kampioni është i vogël. Ndërkohë që askush nuk tha që kjo është zgjidhja, kjo është një hipotezë për propozim. Apo ti the atyre, ore, ka ca dhëna çuditshme që ne duhet i dimë të gjithë. Pra ti kërkove të përhapje dritë në errësirë, dhe ata thonë ti s'ke përhap. Po, por ti në fund fare në formë shkencore dhe ata, si thosh, në një botë shkencore ti po i sinjalizoje, po ngrihe një alarm, pa asnjë përfitim nga kjo histori, as patent, as lloj gjoje. Ti po kërkoje, ti bëje thirrje të gjithë botës së mjekëve dhe të kërkuesve, departamenteve shkencore, mjekësore, universiteteve, klinikave dhe gjithçkaje. Ore, provoni një herë këtë imunitetin, sepse kjo doli që është e vërtet, që tashmë është vërtetuar që teza që ti ngritet në muajin maj 2020. Dhe ti i tha atyre që hajdeni ta shohim mirë se mase është kjo zgjidhja. Tani pyetja që kam për ju është: kush është kushti që të hidhet në treg një ilaç i patestuar? Është që të mos ketë ilaç tjetër. Nuk është kështu. Ilaçet e patestuara nuk mund të hidhen kur në treg, kur. Këta kanë gjetur një klauzol të legjislacioneve përkatëse, por edhe këto për shembull e thot Robert Kennedy që në Amerikë vaksina nuk mundej të çojë në tribunal, në gjykat, në rast se ajo përdoret te fëmijët e vegjël. Kanë disa klauzola çdo lloj legjislacioni, po do vim në atë temë. Te vaksina do vim sepse është një kapitull në vete, që është jashtëzakonisht shumë interesant. Ka aspektin legjislativ, ka aspektin teknik profesional, çfarë ato nuk kuptojnë, çfarë bëjnë etj. Dakor? Po tani unë më lejo të kaloj te kapitulli i tretë, i cili ka të bëjë me heronjtë e eshtur. Pikërisht. Për ata që unë për ata të cilët kërkonin të vërtetën që ose kurën. Kalonte një herë në muaj, një herë në 2 muaj dhe një prej këtyre njerëzve humbiste pa lënë gjurmë etj. Dhe këtu kanë përdorur një shprehje të Martin Luther Kingut, i cili thotë që frikacakët ngrenë pyetje, a është e sigurt? Ca të tjerë ngrenë pyetje, a është politike? Vanitozët pyesin nëse është popullore, se janë vanitoz, por ndërgjegja ngre pyetjen, a është e drejtë? Sa e bukur. Dhe vjen një moment kur një njeri, çdo njeri prej nesh, po burrat kryesisht, ka dhe gra që kanë karakter burri, po kur them burrat, jo në kuptimin e seksit, po në kuptimin e karakterit, burrërisë të fortë, i cili një njeri duhet të zgjedhë, duhet të marrë një pozicion, i cili nuk është as i sigurt, as politik, dhe as popullor. Po është i drejtë. Por merr këtë pozicion sepse është i drejtë. Është pozicioni i drejtë që duhet të mbaj. Dhe kur unë gjykoja, unë mund të bëja si shumë tjerë, si shumë kolegë tjerë. Po. Më kupton, mund mos ngrija fare pyetje, ose mund të ngrija pyetje dhe të kisha për kuriozitet në laptopin tim. Sepse në fund fare, kur ti ke bërë shkrimin e parë, të themi të vërtetën, ishte, po ta kishe bërë në anglisht, do kishe pas ti di shumë do kishe reaksion. Unë kam bërë në anglisht. Jo. Kur bëre shkrimin, më fal, artikulli, 2 artikujt janë në publikime sipër tashmë në një revistë që quhet Coronavirus. Jemi në 2020, jemi në herët. Ti di shumë që po ta bëj në anglisht prapë do kishe reaksion. Po, padyshim. Po megjithatë ti e bëra. Unë e bëra sepse unë e mendoja të drejtë. Unë kam patur reaksione shumë negative ndaj meje. Do të thonë deri në një shpërfiturohesh njerëzit, e kupton edhe në gjërat që shkruanin etj. Por kjo mua nuk më shqetësonte fare. Se ti ishe i bindur që ishe e drejtë. Unë isha i bindur plotësisht që ishte gjëja e drejtë që duhej bërë, sepse mendoja që në qoftë se 0.1% unë kisha drejt në këto gjëra që thoja, do shpëtoje jetë. Domethënë do kishte një benefit për njerëzit, qoftë edhe një njeri po të shpëton. E di si kapeshim ne mas shkrimeve tua si mbyturi pas flokëve vet, sepse ishim në një errësirë, të vinishim në një errësirë totale, një censur botërore, një censur e ndyrë, një censur kriminale, dhe kur gjeshim, kape se e tha, ta kape fort na duhet. Okej, atëherë fillojmë të me heronjt.
Atëherë ky është profesor Didier i Marseilles, i cili është 52 vjeç, tani është 73, një akademist me një mori çmimesh të fituara, është antar i urdhrit, është kalorës i urdhrit Palmës domethënë akademike, i çmimit Sackler, i çmimit e Elua Collery, domethënë një njeri i super kualifikuar, i cili përfundon i akuzuar dhe me heqje licence pjesë dhe ishte i pari i cili propozoi hidroksiklorokinë. Kthemi pak edhe një herë lutem. Po. I kanë kërkuar falje këtit? Jo. Vazhdo. Në dijenin time jo. Vazhdo. Ky është profesor Bing Liu. Domethënë duhet të kesh parasysh një gjë që e gjitha origjinon nga një mbas e kam lënë të fundit nga profesor Frank Plumer. Ai ishte personi që unë njihja nga është personi i cili bënte ato terapinë të kirurgjinë gjenetike që sapo folëm në Kanada, dhe ai në Kanada jetonte, po do e përmendim pak më vonë. Ky është profesor Bing, i cili ishte associated të dy këta nga Universiteti i Pittsburghut, dhe ka një lidhje, janë disa persona nga Universiteti i Pittsburghut që kanë evoluar dhe ishin pjesë e këtij emailit të besuarve të Frank Plumer. Ku ishe edhe ti? Ku isha dhe unë. Dhe profesor Bing, një ditë të bukur, kjo është data 6 maj 2020, nëse shikoni. Po. Që thotë që është vrarë në një që profesor Bing vritet në një domethënë nga një vrasës. Po suicid është vetvrasje. Po ja, dhe ai murder bën suicid. Vrasësi bën. Një sekond, mos ik nga kjo pjesë. Jo, po prit. Profesori i Universitetit të Pittsburghut ishte në momentin për të bërë një raportim shumë signifikant në lidhje me kërkimet e tij për COVID-19 sipas universitetit. Ai u vra, u godit dhe u vra në një weekend, dhe pastaj policia gjeti vrasin 2 kilometra nga shtëpia e këtij, u vra me 3-4 plumba. Një ditë përpara se sa të bënte konferencën e shtypit, e cila ishte lajmëruar për gjetjet e Covidit, dhe me siguri do ishte i pari në maj të 2020-s i cili do raportonte projektin Defuse, i cili u mbajti fshet për 3 vjet, dhe vrasësi u gjenti vetë vrarë në makinën e tij 2 kilometra nga shtëpia. Ndërkohë motivi i vrasjes, vetvrasjes? Motivi sipas policisë amerikane ishte sepse profesor Bing kishte një marrëdhënie me gruan e vrasësit. Çfarë fabule dhe tipike. Një kolegu jon, profesor Charles Lieber, bën një shkrim më vonë, sa ishte në Burg ndërkohë. Ishte një nga ata tjerët e mirë. Profesor Charles Lieber bën një shkrim, ai ka qenë drejtori i departamentit të biologjisë molekulare komputacionale në Harvard University, dhe arrestohet pak a shumë në të njëjtën periudhë, dhe gjeni dhe në Google këtë. Arrestohet nga FBI me akuzën për shkëmbim materialeve biologjike sekrete me Kinën, dhe në fund nuk gjendet asgjë e vërtet. Ai dënohet për mos pagim taksash, evazion fiskal për $30,000, diçka e tillë, ndërkohë që vetëm një nga projektet që ishte kandidat për çmim Nobel. Charles Lieber, çifut, Jewish, ishte kandidat për çmim Nobel, dhe u arrestua ai dhe 2 bashkëpunëtorët e vet, dhe ata 2 profesorë, 3 vetëm. Bukur. Në fund fare doli për evazion fiskal. Doli për evazion fiskal $30,000. Se këm kujton. Edhe pastaj mori. Se këm kujton. Për mua kanë thënë dhe gjëra të tjera. Se kam kujton. Të paktën në Amerikë kanë bërë një akuzë edhe të rogjën, po për mua kanë thënë kam shpifje, kanë gjetur një blog që surgjet ku, një blog që unë baja lek në zyrë. Sa nuk kanë thënë? Sa mashtrime, gjërat pa vërtetë. Pastaj kur kanë parë akuzën, mungote akuza kryesore që të erdhë në shtëpi. Gjërat pa vërtetë. Dhe profesor Bing, të kthehemi te profesor Bing vritet pikërisht në këtë periudhë sepse ai ishte vendos që të tregonte një të vërtetë, dhe vrasi u vra dhe ai. U vra dhe ai patjetër. Më fal, po ke parasysh Kennedët kur i vran? Të dy ja u vran vrasit. Ky është domethënë një nga këto
miqtë e vet, të cilët të shkruanin atë kohë dhe që ishin komplet të mendimit që tregon, domethënë po një gjë, Medical College Pittsburgh, e cila publikohet në Lancet, domethënë shikoni lidhjen e gjithë emrat janë njësoj, gjithë vërtiten në si institucione e tjera e tjera. Ky është profesor Charles Lieber dhe 2 associated e tij. Ja ju e shikoni edhe një herë, domethënë Reuters, këtë informon Reuters, kur ai arrestohet në vitin 2020, në prill të vitit 2020, pra 7 prill 2020, Dr. Lieber, profesori i Harvardit, arrestohet për se ka krijuar dhe shitur koronavirus të ri në Kinë. Kupton domethënë gjëra Çfarë çmendurie. Gjëra e urdhër, kjo është e Reutersit. Në burg është akoma? Është e Reuters, është kjo është e Reutersit. Imagjinoni çfarë është bërë në atë periudhë, çfarë ushqimi propagandistik i është dhënë planetit. Për këtë po bëhet fjalë. Pra mashtrime të paimagjinueshme. Ky është profesor Charles Lieber, i cili u dënua vetëm për 6 muaj, dhe kjo nuk është e vërtet, është arrestuar, duhet ta kem raportimin e gjykatës, se përsëri dhe këtu Reuters përsëri nuk thotë të vërtetën, pavarësisht se është e vitit 2023, i cili arrestohet, nuk mund të arrestohesh për gënjeshtër. Për gënjeshtër nuk është vepër penale. Jo, nuk është. Kështu që kjo është një... Është koha që i duhet 6 muaj që ky të bindet që të heshtë. Por ai u arrestua eksaktësisht prej vetëm sepse pas e ka marrë pafajësinë, se dhe ajo evazioni fiskal nuk u vërtetua. Ky është profesor Frank Plumer. Ky ka qenë shkencëtari më i madh mbas vitit 2011 i koronaviruseve në botë. Dhe profesor Plumer ishte pikërisht personi që na informonte, është i pari. Më fal, është i pari. Kide ka ky me emailin? Ky e dërgoi me. Pra ky ja dërgoi 20 pra ky është si thosh rrënja e emailit. Ky ja dërgoi të gjithëve. Eksakt. Dhe ky personi këtu, dhe ky është më i madhi, që ju e njihshit sepse personalisht, sepse ishim në para 20 vjetësh, ai punonte në biologji molekulare dhe kishim të projektin e përbashkët pra. Bukur. Projekti i përbashkët ishte kirurgjia gjenetike, që është motamo vaksinat e sotme. Terapia gjenike. Identik. Pra, ti pse u futet ke Kristi Metesh? Po sepse nga kurioziteti, unë kisha marrë dhënë, i shkruaja për Krishtlindje, për këto. Po kur pash vdisin njerëzit duke pritur autobusin në Kinë, në ato vitet e çmendura. U impresionova. Këto pyetje unë e dija që me koronaviruset merr ky, por ama nuk dija disa gjëra të tjera që fillimisht mi tha vet. Ky ishte një nga personat survejus të Wuhanit. Se ky ishte emëruar drejtori i Winnipeg Laboratories të Ontarios, që është laborator BCL5. Jo 4 se ishte superior. Po. Dhe ky duke qenë ka qenë një nga shkencëtarët më të mëdhenj të AIDS-it, të terapisë gjenetike si artist filmash është. Dhe ishte që mbas vitit 2011 ky ishte numri 1 për koronavirus, është i pari i cili bëri hartën gjenetike të koronavirusit të COVID-19-s. Ky e bëri. E thot edhe këtu. Dhe ky të futin ty në listën e emailëve sepse? Dhe unë i shkruajta 1 herë, 2 herë, 3 herë. U mërzit edhe dha unë ato informacione, po unë isha pa lidhje. Jo, kjo është një praktikë që përdoret gjithmonë. Po unë isha pa lidhje. Ti komunikon veç lodhesh, atëherë i fut gjithë me event dhe komunikon. Unë isha komplet rastisht në atë. Dhe po. Profesor Frank Plumer. Ti shpëtove mirë. Ja, urdhëro. Ti e gjallë. Urdhëro. Canadian scientist key to coronavirus investigation assassinated in Africa. Pra këtë e vranë në Afrikë. Ky u gjeti vdekur në një dhomë hoteli në Nairobi. Çdo në Nairobi? Kishte shkuar për një kongres. Si duket? E kanë thirr kongres. Tash do ndalosh vetëm pak. Nuk do përmend emra, do t'rregoj një histori të shkurtër edhe për publikun që të kuptoj kongresin dhe dhomën e këtij. Një person i njohur në Shqipëri, bashkë me gruan, shkon në një tip seminari ndërkombëtar në Malci. Shkon dhe habitet që dhoma e tij ishte ndryshe nga gjithë tjerët, kishte shumë periferike dhe pa kamera. Pra ishte një hotel nga ato të komunizmit, i riparuar, kuptohet, dhe këtë kishte futur me korridor, deri korridor, dhomë veçuar. Në 11 natës bie dera. Hap derën, vetëm pak dhe këmbën e man poshtë. Çfarë do i thot? Jemi shërbimi.
ka një defekt, dua të futem brenda, se ka një avari. Hajde nëse mëngjes, si thot ky, po gjithçka zgjatet në 3-4 sekonda dhe ai mbyll derën dhe ai nuk bëri dot. Mbrapa derës ndodhesh një burr i gjatë me mjekër, me veshje kominoshe, me një çantë metalike. Në mëngjes shkon ky person i njohur në Shqipëri tek recepcioni dhe i thot, ka ndodhur një problem në hoteli jo, i thot. Keni pas një avari jo. Keni person shërbimi pas orës 4 jo. Në 11 natës vjen njëri jo. Do të shoh kamerat. Si që rezultoi nga gjithë hetimi që është bërë deri tani, ky person është i panjohur, nuk dihet kush është, hoteli është vënë siklet, policia malizi është njohur. Mbrapa kësaj historie në dyshimet që na dalin del Erion Velia në Tiranë, që ka dashur ta zgjesojë te qafe një konkurrent të tij potencial që kishte para zgjedhjeve lokale. Kështu funksionojnë këto skema, janë praktike, janë të njohura dhe azgjësohen vazhdimisht njerëz në këto formash, si historia e këtij. Tani vërtetësinë e këtyre, por të shikojmë çfarë thuhet për këtë person, për Frank Plumer, i cili një shkencëtar i njohur i cili mori për herë të parë samplat, shtamet e koronavirusit saudit, pra nga Arabia Saudite, dhe ishte duke punuar në një vaksinë të mundshme për koronavirusin, në Winnipeg Laboratories. Po shikoni se çfarë ngrihen. Thuhet që Chinese spionazhi biologjik kinez mori koronavirusin nga Kanadaja, kjo është teoria që prodhuan me njëherë mbas vdekjes tij. Po, ja shikoni edhe juve që thot coronavirus by weapon. How Chinese agents stole coronaviruses from Canada and weaponized it. Pra, si agentët kinez e vodhën koronavirusin nga Kanadaja dhe e bën atë armë. Asgjë e vërtet nga këto. Asgjë e vërtet. Se s'del asnjë ditë çka të pasojë. Ndërkohë që ky vdiq, pak javë më pas, 2 bashkëpunëtorët e tij u arrestuan. Për çfarë? Për espionazh, u mbajtën nga shërbimet sekrete kanadeze, u mbajtën mbi një vit pas një lloj akuze dhe pastaj u liruan. Ata nuk ishin në Afrikë apo ishin në Afrikë? Jo, ishin në Ontario. Pra nuk ishin fare në Afrikë kur vdiq ky. Jo, ishin në Afrikë. Pra, koincidenca. E thot në një vend, Frank Plumer ishte në Kenya, ku ai ishte një speaker, ishte një prezantues në një takim vjetor të Universitetit Nairobit në lidhje me HIV-n dhe AIDS-in e tjerë dhe aty vdiq nga vdekja natyrore. Po. Ndërkohë që këta janë 2 të tjerët, pra ishte çifti Qiu, Xianggu Qiu. Këta ishin me të vërtetë ishin me origjinë kineze, por që këta ishin të kanadizuar, domethënë ishin të amerikanizuar ndërkohë. Por këta i hoqën agjencia e inteligjencës kanadeze, i akuzoi të dy, por pastaj nuk i çuan në gjykat. I mbajtën një vit e ca të burgosur dhe pastaj i liruan. Sa të mbaronte procesi. U prodhu dhe vaksina. Eksakt. Edhe këto janë artikuj të cilët shpjegojnë ose hedhin të vërteta mbi ose pikpyetje mbi mënyrën se si ky njeri vdiq. Dhe të shkojmë tek doktor Rashid Butar. Ju mbahet mend? Absolutisht. Doktor, një mjek, domethënë as sa vjeç ka qenë 57. 66 2023. Doktor Rashid ishte ai i cili trajtonte, ishte mjek i Pentagonit, i ushtrisë amerikane, i cili kishte i trajtonte me ivermektin pacientët e vet, me rezultate. Dhe ky në CNN tregonte të vërtetën. Dhe një ditë të bukur, ai shkon i helmuar dhe e deklaron që ishin 5-6 mjek aty ku e deklaron dhe nuk mund ta fshinin dot, që mua më kanë helmuar me filan gjë dhe mbas pak ditësh vdiq në spitalin ku ai ishte. Ky është një tjetër, Giuseppe De Dono. Ishte ai i cili sugjeroi plazmën imune, terapinë hiperimune. Dhe i cili pa lënë asnjë lloj një ditë bukur, pas lënë asnjë lloj shkret, asnjë lloj letre për vari veten, ndërkohë që po shpëtonte jetë dhe gjithë italianët ishin me të. Eksakt. Ju keni dëgjuar për Navalnin apo jo? Po. Flitet shumë për Navalnin. Navalni, kryetari i opozitës. Po. Ai që domethënë thuhet që me dorën e vet ka vrarë musliman në Çeçeni. Po. Apo. Po.
Po ju s'keni dëgjuar asnjëherë për këtë njerëz, Andrei Botikov. Edhe ky vinte nga Universiteti i Pittsburghut. Edhe ky nga Pittsburghu. Ky është një nga prodhuesët, jo i vetmi, po një nga prodhuesët, se tani kur prodhohet diçka, ka ato team liderat, por ama është gjithmonë dikushi që është si interlokutor, si zinxhir transmisioni midis institucioneve, midis një logjike etj. Dhe Andrei Botikov ishte një prej këtyre dhe praktikisht më ka marrë dhe çmimin nga presidenti i Rusisë në atë kohë. Nuk e di çfarë çmimi kanë ata të Republikës, atë Federatës etj. Dhe mbas pak muajsh e mbysin me rip në shtëpinë e tij. Ky ç'a bëri? Ky ishte themeluesi i Sputnikut. Ishte me mRNA si vaksin? Me ADN, ishte si AstraZeneca. Shiko, këta kanë qenë gjithë që shkëmbenin informacione me njëri tjetrin, më kupton apo? Kuptoj. Dhe në shkëmbimin e informacioneve sigurisht mund mos ketë fare të bëjë me vaksinën e Sputnik. Mund të ketë bëjë me një informacion tjetër që ka lidhje, mund të ketë lidhje gjithmonë me se puna e tij ishte vetëm Covidi. Kupton pse do e vrisin në mënyrë barbare etj. Si mesazh. Kishte asgjë. Në mafia përdor shumë fort mesazhe. Ky është një shoku i atij. Ky është një tjetër, Zhou Yusen, dhe ky nga Pittsburghu, i cili ishte i pari që bëri një vaksin. Po bëri një vaksin ashtu si duhet ishte, me proteinë, me proteinën spike. Si e bëri? Me proteinën spike, jo terapi gjenetike. Pra ai thoshte, sintetizojmë proteinën spike, e injektojmë edhe organizmi e nuk prodhon spike. Jo prodhon imunitetin. Po jo spike. Jo, nuk qeliza pra nuk ka një ndërhyrje. Spike-u qarkullon, shkatërrohet pastaj. Po, pra, ky nuk i thoshte qelizës ti, qelizë do të prodhosh spike. Eksakt. Dhe ky po të jep spike direkt. E kuptova. Ky për të bërë këtë gjë shkon në Wuhan. Më kupton? Punonte shkon në Wuhan. Dhe mbasi e regjistron këtë vaksinë të parë, çuditërisht shikoni edhe atë titullin e The Corner, është të New York Post, që praktikisht thotë a ndodh shpesh që shkencëtarët të bien nga çatia e Wuhanit, sepse në të vërtetë nuk ra nga çatia e Wuhanit, se Instituti i Wuhanit është 344, ai ra nga kati 10, u hodh apo e hodhën. Kush diferenca? Çështja është ai. Dikush që hidhet dhe detyrojnë të hidhet është njësoj ta hedhin. Nuk jeton më. Ishte një, edhe ky ishte një, dhe shikoni që përsëri del këtu në Xi Jinping, Po. Xi Jinping, ai emri i parë që i thash unë për projektin Defuse. Po. Mirë. Ky ishte Zhou Yusen dhe është pikërisht vaksina e Covidit-19 të cilin ai e prodhon që në vitin 2020 ka bërë këtë invencion. U vun qarkullim? Nuk vran themeluesit, ç'a do bënin. Dhe këta janë disa tjerë që të cilët do i përmendim më vonë, profesor Arne Burkhardt, ishte i pari që bënte studimet autoptike, dhe profesor Luc Montagnier që mbase ky ishte në një moshë të avancuar, po ishte më i ri se Antonio Fauci. Ky vdes për arsye do të fjalim kongres para se vdiste, mand histori. Një mbasi kishte bërë intervistën në TV5. Po. Tani rrim kthehemi? Po. Se mike. Prit. Ti tregove një listë personash, të cilët disa prej tyre, se ka dhe që ka fotografi edhe. Po. Ti ke nxjerrë një listë personash ku një pjesë e tyre është edhe pjesë e listës emailëve apo jo? Madje ishte edhe themeluesi. Ishte edhe themeluesi. Dhe është qartë se çuditshme se si pikërisht vdekja shkon ka pikërisht të grupim njerëzish. Me këtë lidhjen e Pittsburghut. Jo vdekja, vrasja. Po pra. Pa do të shkoj ke vrasja, po për më vdekjen. Pra rastësisht gjitha vdiskën. E kush e han këta? Pyetje që kam hëngrën, deri tani e hëngrën. Unë s'e kam hëngrë asnjëherë. Tani duhet të rri këtu te kjo detaj. Nëse këta nuk do të kishin vrarë, do të kishin vazhduar misionin e tyre. Në këndvështrimin tënd, do ishte çështje e përfunduar që në 2020 origjina e virusit përfundimisht? Nuk di ta them. Mund të jetë më e komplikuar se kaq. Ata kishin projektin
Wuhanit. Po, mund të jetë më e komplikuar. Çështja është që këto kanë qenë mendje të cilët ishin në një mënyrë ose në një tjetër ishin të involvuar që në origjinë në këto projekte. Dini, sepse në momentin që ai që në janar të 2020 dërgon projektin Defuse, do të thotë që disa prej këtyre ishin në dieni se çfarë po ndodhte dhe çfarë ishte kjo gjë. Unë isha zero absolute. Domethënë deri në dhjetor të 2019 nuk dija gjë për këtë gjë. Pastaj sigurisht kurioziteti e orë pa fund duke studiuar majtas e djathtas me idenë që ore çfarë mund bëhet për këtë gjë. Por unë mendoj që janë mendje të cilat duhet ishin ruajtur në funksion të mirës njerëzimit. Edhe po historia e njerëzimit është e tillë. Dgjoj, Ka sakrifikuar shumë njerëz të mençur. Pyetja është, e shumë njerëz të mirë. pyetja është për njerëzit që nuk besojnë këtë teoritë të konspiracionit, po besojnë që Nuk ka teori, shkenca ka në të fakt. drejtë. Po pra, Ju ti e ke përmendur disa herë dhe unë nuk do preferoja që ta përmendje, sepse nuk ka teori konspiracione. Ka konspiracion. Ka konspiracion, jo teori ka konspiracion. projekte të bëra për një arsye, për një projekt e tjerë. Po pra, po armiku përdor termin teori konspiracioni. Pse? Për të zhbër, për të bërë një konotacion sepse ata kanë ndërtuar një fjalor ku thotë çfarë është teoria e konspiracionit. Teoria e konspiracionit është kur ti bashkon fakte në mënyrë artificiale dhe për t'i dhënë përgjigje të njëhershme të gjithë gjërat për të mos qenë komplekse, për të qenë përgjigje të thjeshta, për pa aftësinë tënde për t'i dhënë një përgjigje kompleksitetit të fakteve. Tani, rasti është konkret. Ne kemi një histori të mjekëve, kokave, që kanë thënë disa të vërteta dhe këto të vërteta dhe shumë të tjerë që është licenca. Domethënë, në të gjithë botën është vepruar në të njëjtën mënyrë. Ata që ishin më të rëndësishmit u eliminuan fizikisht. Një pjesë tjetër u anatemua në kuptimin u burgosën, me akuza për t'i bërë pis. Një pjesë tjetër, më pak të rëndësishme, ju është hequr licenca, e ushtrimit janë pezulluar, dhe një pjesë tjetër mund mos jetë marrë asnjë veprim akt, por thjesht duke i anatemuar publikisht në mënyrë që zëri i tyre të ishte i papërfillshëm. Domethënë është vepruar në 4 mënyra. Ndaj ekzekutim, pra eliminim fizik për më të rëndësishmit, burgosje dhe bërje pis, heqje licence dhe diskreditim. Ka padur në këtë kuadrin e diskreditimit, ka padur edhe që kanë thënë, janë të çmendur. Për shembull, tani Luc Montagnier, që ishte çmim Nobel i vitit 2008, dhe ju e dini që çmimet Nobel nuk flasin më për veten e tyre, sepse ata flasin në emër të asaj që ata përfaqësojnë. Dhe Luc Montagnier kishte disa vite që bashkëpunonte bashkë me këtë Charles Lieber, ky shkollë tjetër, po kishin bashkëpunim, mbi atë që quhet teletransporti ADN-s. Teletransportimi ADN-s, që do të thotë, kthimi ADN-ja është e përbërë nga 4 nukleotide dhe kombinimi këtyre të 4-tave në një renditje të caktuar bën kodin gjenetik. Kjo mund të kthehet në sistem binar, pra nga 4 të kthehet në sistem binar 01011110. Dhe bën 4. Dhe në momentin që ti nga një sistem binar, sepse vetë ADN-ja e njeriut, sot është flash drive-i. Sot flash drive-et modern, ato të AI-t, ti thua po. Flashi që ti ke për në kompjuter, flash drive-i, që mban 2 giga, 3 giga etj. Kur përdoret për sasi memorie të jashtëzakonshme bëhet me ADN. Po, proteinë. Jo ADN, nukleotide, kod gjenetik. Një gram ADN mund të mbaj 215 petabajt memorie. 1 petabajt është 1000 terabajt. 1 terabajt është 1000 triobajt dhe 1 triobajt është 1000 gigabajt. Pra, imagjinoni se çfarë potenciali memorizues ka ADN-ja. Informacionet. Sot për shembull, jo sot, po mund të ketë 2 vjet, që është e mundur që 2 gigabajt të kalojnë nga një flash drive normal në ADN, kushton $7,000 amerikan.
Për të kaluar e njëjta sasi memorie 2 GB, një film i shkurtër 2 GB, nga flash me ADN në flash normal është $2.000. Pra i gjithë procesi në total është $9.000 si kosto. Por imagjinoni që trupi i një njeriu, i një mashkulli adult, ka mbi 250 gram ADN. Imagjinoni çfarë potence memorizuese ka vetëm ADN-ja në trupin ton, dhe ju mendoni që inteligjenca artificiale bëhet me litium? Po. Jo. Çfarë bëhet? Inteligjenca mund të bëhet tani në këtë moment, por inteligjenca artificiale ka për qenë një konglomerat ADN-ja. Pra një qenie e re. Sepse ti nuk ke nevojë të kesh tonelata tëra hardware-sh për të mbajtur memorie të një inteligjence artificiale kur e mban në një kuti shkrepse me ADN. Sigurisht ajo kërkon të harxojë energji më pak. Patjetër, ndërkohë që gjithë diskutimi i inteligjencës artificiale diskutohet duhet të kesh burime gjigande energjetike. Ja pra që gjërat do ndryshojnë dhe për inteligjencën artificiale. Por në momentin që neve do kalojmë nga një sistem memorial të sistemit binar, që është sot kompjuteri, apo ja, punon binar, i gjithë IT-ja. Nga ky moment kur ti memorien e krijon me flash drivera, të cilën mund të peshojnë tonelata tëra për të mbajtur sa më shumë memorie dhe për të kombinuar memorien njëra me tjetrën, ti mund të kalosh shumë shpejt në atë që është memoria me ADN, në që zë një volum shumë të vogël, por që ka një problem, është shumë e paqëndrueshme. Sepse neve jemi ADN. Po. Dhe siç neve u kthyem në autonom, mund të kthehet dhe ajo në autonom. Në atë moment? Në atë moment mund të ketë shumë pikpyetje. Dorëzohemi. Jo, nuk dorëzohemi, do e zgjidhim, siç kemi zgjidhur shumë gjëra, por që kjo ishte në parantezë. Tani, po çfarë mendjesh brillante po flasin? Që këta i hoqin qafe. Më fal. Domethënë ata mendonin për teletransportin e ADN-s, si të kthenin domethënë një mi me një ngjyrë të bardhë, ku e di unë që ka, ose një virus, themi, virusin, koronavirusin, që e kemi këtu në këtë vend, ta teletransportonin pra me dritë, ta kthenin në kuantum, dhe ta teletransportonin këtë ADN 10 kilometra më tutje, dhe 10 kilometra më tutje të prodhoj një mi i dytë identik me këtë. Më kupton? Dhe këti i thanë, ti i çmendur. Thanë për Luc Montagnier. Që sigurisht. Më fal, pse thua këtë gjë? Pse thua? A nuk je ti, jo, për një sekondë, nuk je ti me këtë CV-n tënde, me 280 studime, ku ca kalamaj të paguar nga USAID-i, të quajtën fake news. Po nuk arritën të thonin që jam i çmendur. Kam fjalë për faktoje. Ato kalamujt e faktoje, bën shkrim. Më fal, po më kanë goditur dhe mu faqet, sepse kemi dhënë informacion fals. Llogarisni pak ca kalamujt të fact-checkeve të Sorosit, me një nivel arsimor kështu, ç'të të them me një fjalë, guxuan dhe thanë për një artikull, për një shkrim të zotit Vim, është jashtë kontekstit. E gjykuan ata. Dhe Edvini po na tregon neve se çai thanë këta të Lancetit, tani unë do ta ka thënë ty këta kalamajt, më fal për këta s'po them atë fjalë. Mua më pëlqen ajo që thua ti, që domethënë të futesha tek kapitulli 4 i këtij prezantimi, dhe do më pëlqente të kujtoja atë gjë që the ti, që është e rëndësishëm kur ti e godet sistemin, jo kur sistemi, jo kur ti e godet mbasi sistemi. Kjo është shumë e rëndësishme. Po pra, ky është intelektuali, jo sepse e hëngra nga sistemi dhe u kundërveprova ndaj sistemit. Po kur unë e kam sistemin me vete dhe kundërvjem sistemit, sepse nuk jam dakord me atë që bën sistemi. Kjo bën diferencë. Duke u futur te kapitulli 4, që në një farë mënyrë ka pak sens ta dëgjojmë sot, sepse ne jemi fetimtarët, në kuptimin që ajo gjë që neve hipotetizonim sot është vërtetuar. Gjithsesi, dhe nuk ka nevojë për debat, por gjithsesi për treguar disa element historik të asaj periudhe, për sa i përket origjinës së koronavirusit. Ktu keni këtë shkrimin që ti e përmendë pak më parë, që është data 16 mars vitit 2020. Po.
Dhe Të shikoj se pafund të çfarë koronavirusit shkruaj. dhe inteligjenca Dhe virale. unë që në 16 mars 2020 përmend një shprehje, që ishte përmend një shprehje të profesor Francis Boyle. Ky është jurist me profesion dhe është themeluesi i aktit të antiterrorit biologjik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili thoshte ai e konsideroi SARS-CoV-2 si një armë ofensive virale. Që në shkurt Ti ke thënë këtë në mars 2020. në mars të 2020. Unë i referohesh atij sigurisht. Po të njëjtën gjë thotë edhe ky shkencëtari tjetër, Harvey Risch. Harvey Risch është shkencëtari numër 1 i epidemiologjisë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe si këtu është në një intervistë në Senatin Amerikan në shkurt të 2024, i cili sigurisht me pak vonesë, por thotë të njëjtën gjë për sa i përket pse u bë koronavirusi dhe çfarë është koronavirusi. Dhe ai citon pikërisht të gjë që nuk ishte gjë tjetër veç se një pjesë e industrisë së armëve biologjike amerikane, dhe jo vetëm amerikane. Ja, e thot aty vetë. Këta e ka në Twitterin e tij, koronavirus dhe vaksinat, jo vetëm koronavirus. Pra ky që në 2020. Po ky e ka thënë këtë më vonë, besoj, Besoj më vonë. Dr. Harvey Risch thot që virusi Covidit dhe vaksinat janë përdorur për të justifikuar vazhdueshmërinë e financimeve të industrisë amerikane të armëve biologjike. Dhe pastaj gjithë pjesa tjetër, më fal, që ka vitin 1975, se më parë ju thash, në vitin 1975 presidenti Ford ndaloi bëri paktin e mos zhvillimit të armëve biologjike. Çdo armë biologjike dhe atyre defensive, e jo më ofensive siç ishte koronavirusi në fjalë. Pra, them një kuriozitet me masi bëri ti atë shkrim në mars. Ai thot para Senatit Amerikan. Është deklaratë shumë me përgjegjësi shumë qartë. Edhe thot hipoteza ime, thot, ajo që unë besoj është që si origjina e virusit, ashtu edhe vaksinimi i forcuar të gjithë planetit janë të orkestruara për të mbrojtur integritetin e industrisë të armëve biologjike. Është rëndë shumë. Shumë rëndë. Dhe këtë e ka thënë shkencëtari më i madh i epidemiologjisë të shteteve, është John Hopkins University i Shtetet Bashkuara të Amerikës, direkt në Senatin Amerikan. Vaksinat, thot ai në fund fare, janë evidenca dhe vaksinë në fund fare thot, vaksinat janë evidenca që industria e armëve biologjike arriti të justifikonte që nga fillimi. Më shumë se kaq. Nuk e thuam. Më shumë se kaq. Më kujtohet një moment në televizor. Ky është, më fal. Ky është ai artikulli që të thash unë i një shkurtit 2020. Po. Që është zhdukur nga qarkullimi. Ky është ai që theti që në vetëm 3 orë. Se shkencëtarët indian zbulojnë që koronavirusi ka insercione inxhinierike të HIV-it brenda tij. Dhe këtë e kanë bërë në një shkurt të 2020-s. Ngjarjet që ne flasim diheshi. 3 orë. Po diheshin që në shkurt nuk ishte kaq vështirësi e madhe për të kuptuar. Më fal pak. Mos harro edhe aeroplani që ra në Brazil me shkencëtarët. Po ai është më i vonët edhe ai ka të bëjë me si thuash problematikat që vaksinat shfaqin, po do kemi kohë ta diskutojmë. Kemi dhe rastin e aeroplanit në Ukrainë, që goditën forcat ukrainase, dëshin me avën fajin rusëve. Po në Ukrainë u zbuluan, ishin 22 që Victoria Nuland e deklaroi para Senatit, që dhe urzu një aeroplan, laboratore biologjike të Pentagonit. Po shumë herët, shumë vite përpara urzu një aeroplan ku ishin gjithë shkencëtarët e HIV-it, ti e mban mend historinë. Më thënë, po të shofësh teoritë e konspiracionit që këta përdorin si fjalë, janë thjesht një mbulesë e dobët tashmë për treguar një proces gjigant botëror të një përgatitje. Po ti nuk ishe vënë aty, më duket, 2 CO-t burre gru të hidrokloriksinës. Nuk e kam vënë se tani nuk mund ta vësh dot gjithë. Nuk i themi pak si argument.
Ishte viti 2018. Ata i vranë 2 miliarder, ata i kanë vritën në shtëpi vrarë, dhe nuk gjendet kurrë e vërtetë. Ja. Me pistolet vritën. Po kjo nuk do të thotë se hidroksiklorokinën nuk është se kjo do ndalonte prodhimin ose përdorimin. Jo, nuk ka të bëjë me Përdorimin e ka të bëjë hidroksiklorokinës. marrën kontroll situatës, sepse sigurisht. kur vrasim një njeri dhe e bëjmë shfaqje Ju e mbani publike, mend ne kemi që thënë gjithë tjerëve mund t'ju vrasim dhe juve. ju e mbani mend që s'kishte hidroksiklorokinë Pikërisht, në gjithë Evropën. Pikërisht. Filloi të transportohet, Fiks. bëhet etj. Pra, mos harroni diçka që hidrokloroksina, po të ishte në qarkullim do kishte fitime të mëdha, apo jo? Patjetër. S'do kishte më vaksina, do kishte hidrokloroksina. Nuk e dim të. Po potencialisht Ishte një ilaç që nga ato studime që u kryen, kishte efikë, shpëtoi edhe presidentin bukur. amerikan. apo? E dyta, mos harroni diçka tjetër, nëse ne vrasim 2 miliarder me kobure mes shtëpisë tyne. Çfarë kemi thënë gjithë miliarderëve e tjerë? Rrini urt, o me ne, o ta zgjisuar. Kur vrasim një mjek të rëndësishëm, një shkencëtar të marrë, çfarë kemi thënë gjithë shkencëtarëve dhe mjekëve të tjerë? Rrini se kur ne vram atë çat kemi ty. Exact. Pra këto janë mjetet zyrtare të luftës, që ti bën terror sepse ky është terrorizëm në thelb. Po mirë, të prodhosh një virus që të vrasë një njerëzimin, Terrorizëm. Më terrorizëm se ka pra, po këto unë jam ke momenti i akteve të terrorit, do thotë friksimit. Është tjetër gjë genocidi. Tjetër gjë terrori. Këto janë terror për të friksuar tjerë, për shantazhuar tjerët. Tani, që në 16 mars neve deklaronim, çfarë thosha? Unë thosha që ka raportime shkencore për që duhet akoma të konfirmojnë që virusi jeton në ajër për afërsisht 30 minuta, pra në formën e aerozolit. Dhe si dhe mund të infektojë dhe nëpërmjet feçeve, domethënë jashtëqitive. Pra SARS-CoV-2 ka evoluar dhe me mutacionet që ka bërë, realizon kontaminimin nëpërmjet disa rrugëve, gjë që e bën shumë herë më të pakontrollueshëm se SARS i vitit 2003, i atij që kishim ndeshur në Ontario. SARS-CoV-2 ka një afinitet të rrëheqje të jashtëzakonshme ndaj qelizës njerëzore, afërsisht 1000 herë më të lartë se SARS i vitit 2003. 1000 herë më e lartë. Pra ai gain of function ishte 1000 herë më i lartë. Pra ai përpunimi që i bën ata e bënte 1000 herë më të fortë. Kjo i dedikohet ekzistencës së atyre që quhen glikoproteinat spike. Pra është një virus shumë më virulent se babai i tij i 2003. SARS-CoV-2 këto i thoshim në mars të 2020. Mars 2020. Bëjmë se kam lexuar. Është i ngjashëm gjenetikisht me HIV-in dhe Ebolën. Ka një pjesë të përbashkët. Ajo që thoshim. Pasi ai ka një afinitet për një proteinë humane që quhet dhe ky segmenti quhet furin cleavage dhe kjo e shpjegon dhe afinitetin për qelizën njerëzore si dhe virulencën e lartë. Këto janë tani këto janë disa se si imperum mund të përfundoj në një gjë shumë qesharake. Këto janë disa emailë të cilat janë zbuluar nga Senati Amerikan. Unë i kam të tëra, janë me mira, faqe. Po janë disa gjëra që të bëjnë të bëjnë të qeshësh. Se si edhe shkencëtar, si puna e këtij, profesor Christian Andersen, që realisht është shkencëtar i biologjisë molekulare, nuk është një njeri pa vlera, ka shumë vlera bile, se si përfundojnë dhe degradojnë nga pikpamja profesionale, humane, njerëzore për ca para më shumë. Dhe bëjmë pak me djallë. Shikoni çfarë thot në shkurt të 2020-s. Një e dhënë thot e pazakont e virusit është se disa pjesë të materialit gjenetik duket që janë sekuenca të bioinxhinieruara, pra që janë të prodhuara. Ne thot të Christian Andersen. Ja shkruan në email. Fauci, po, në një shkurt 2020-s. Dhe çfarë thot? Në 2 shkurt 2020. Është për të qeshur. Kjo është e para, është email. Një shkurt. Po, një shkurt. Dhe pastaj thot, në datë një shkurt, po, mbas diskutimeve që bëm sot paradite me Edin, Bobin dhe Majkun dhe mua, të gjithë ne gjetëm që genoma mund të ketë disa variacione nga teoria evolutive. Pra ky për drejt tash? Jo, vazhdon me një gjë. Pra thotë që ka të dhëna që ka
që është e prodhuar me bioinxhinieri dhe që nuk më rezultojnë këto modifikime, nuk rezultojnë nga të natyrshme të prodhuar në mënyrë të evolucionit, të teorisë e evolucionit. Dhe në 2 shkurt 2020 thot përsëri të njëjtën gjë, thot që versioni i largimit nga laboratori është shumë i mundshëm që të ketë ndodhur pasi është plotësisht me të dhënat molekulare që ne kemi gjetur, si dhe me një skenar të mundshëm. Dhe ky është një konkluzion i mundshëm etj etj. Po i njëjti person deklaron më vonë, duhet ta kem këtu, se domethënë kjo është që në vitin 2020 ky deklaronte që ishte i prodhuar në mënyrë, domethënë ishte prodhuar në mënyrë artificiale dhe që ka dalë. Por çfarë shkruhet në korrik në 11 korrik të vitit 2023 në seancën e dëgjimit në Kongres, vërtetohet që personi në fjalë i cili nga këto emailë kishte ndruar komplet versionin, ishte korruptuar, ishte bribed. Dhe si ishte bribed? Sepse këta Antonio Fauci e kishte paguar duke i dhënë disa projekte etj dhe përsëri për të njëjtën gjë është në mars të 2023 votuar nga Washington Examiner, në cilën deklarohet përsëri e njëjta gjë që i njëjti shkencëtar i cili i shkruan dhe emailë që orë gjë ky është i prodhuar në mënyrë artificiale, i ishte dhënë projekti pa kohë më vonë dhe ai deklaron një gënjeshtër në Kongresin. Sepse ishte një ofertë që nuk mund ta refuzonte. Sigurisht. Kjo është vajza. Nëse ki parasysh ekziston edhe versioni i vrasjes. Po, mos harrojmë këtë detaj. Po mirë, po njeriu vetë qëndroi. Këtu është, po kjo është diferenca pra. Po pra. Shpreha Martin Luther King. Kjo është diferenca. Duhet të jesh tek e drejta. Sa herë e kam pasur mundësinë punash të qëndrosh aty ku takon një vajzë, një bioshkencëtare e re relativisht, ka qenë asistente, ky është personi 1 i infektuar. Kjo është personi 1, e cila nuk është gjetur. Nuk është 0, është 1. 0 ja. 0. Personi 0. Domethënë ky është sugjon kur. Kjo sugjon kur. Kjo nuk dihet, ai jeton, nuk jeton, por është dukur si identitet nuk është pa kontaktueshme. Dhe mbas saj ishin edhe 3 shkencëtarë tjerë. 14 qershor 2023 ky artikull. Po, të cilët ky nuk është artikull, ky është bërë një libër për këtë gjë dhe është bërë një emision dokumentar për me intervistat për kace, ju do shikoni edhe individët të cilët janë marrë në pyetje. Kjo është Shin Zhenglia, e cila është pikërisht ajo që quhet është drejtoresha e qendrës të Institutit Virologjisë Pekinit, dhe shikoni që ai që është bad virus, që është këtu, është vetëm 96.2% në ngjashëm me SARS-CoV-2. Pra ky që është në gjendje natyrore, tek kafshët, tek laguriçi i natës, ka afërsisht 3.8% më pak të ADN-s. Çfarë do të thotë 3.8%? Aty është modifikimi. Se modifikimi nuk bëhet i tëri. Ky është David Asher. Ky është personi i cili nga administrata Trump ishte personi i cili do drejtonte kërkimin në lidhje me prodhimin në laborator të koronavirusit. Por mendoj që atëherë u përfol shumë origjina kineze etj. Nuk diheshin shumë gjëra për backup-et e NGO-ve amerikane dhe inputin amerikan. Nuk dihej bile që gjithçka në Wuhan financohej nga Fauci. Jo vetëm nga Fauci, që është NHS-i, por edhe nga USAID. Edhe USAID. Më kupton? Kështu që parat vinin nga dikush tjetër dhe qendra mendja nuk ishin kineze. Dhe ju do shikoni më vonë që ky person David Asher është një aleancë shumë interesante. USAID që u shkarkuai gjithë nga puna me Kinën, që Trumpi thoshte problemi botror i joni është Kina, nuk është Rusia. Po ç'është ke një aleancë fantastike po ta kapësh.
Nuk di ta them atë sepse më lodh edhe kokën. Atëherë fillon, kjo është këta deklarojnë që në vitin 2021 ja dalin dhënat e para që s'ka asnjë lloj evidence që të mbështesin origjinën natyrore të koronavirusit. Por administrata Trump ishte e fokusuar që të gjente ta shfrytëzonte, mendoj unë, dhe politikisht dhe gjeopolitikisht, duke ja dhënë fajin Kinës për këtë. Kina e thoshte hajde kur duhet flas. Sa duket s'kishte dhëna për këto të tjerat. Pastaj dolën çudirat që në të vërtetë ata s'kishin asgjë gjë. Ky është për shembull janë deklarata të Ja, një sekond. Po. Kina është bashkëpunëtor i qartë. Padyshim. Një detaj. Kush i shpiku njerëzit që bishin si purteka në rrugë? Kina. Ja, nuk besoj se i shpiknin, aty ndodhi me të vërtetë. Jo, nuk bie robi çast me vdek. Ndodh. Po s'ka ndodhur ndonjëherë. Më beson. S'kemi parë kurrë. Po më beson ndodh. Dhe forma dhe ata i dhanë një emër, në atë kohë kishte dy variante mutante. Njëri quhej forma L dhe tjetra forma S. Brenda në Wuhan, sepse virusi kishte një gjë, virusi i parë, mutonte shpejt. Ky ishte fati ynë. Erdhi i mutuar këtu. Erdhi shumë i mutuar. Shumë i dobët. Mutonte. Më i dobët në fjalë. I dobët. Dhe gjithmonë se ai çfarë bënte? Virusi nuk ka për qëllim ta vrasi atje ku bujt. Ai do të shumohet. Po. Ai më kupton? Një virus i natyrshëm dhe ky me të vërtetë u prodhua në mënyrë artificiale, po filloi të adaptohej me natyrën. Kur doli super aktiv. Sigurisht. Ai pastaj u përshtat me mbijetesën e vet. Brenda Wuhanit këta kishte, domethënë në Wuhan kishte dy forma. Forma S që ishte jashtë Wuhanit, në një territor të caktuar, bile dhe brenda regionit ai mutoi. Brenda në Wuhan ishte forma L, Lucifer. Ishte një formë brutale. Pse i thua L? Ja kishim vënë emrin ata. Okay. Forma L dhe forma S. Po unë ja vë Satani e Luciferi. Ja vë unë, kupton? Pastaj çfarë ndodhi? Kur erdhi në Evropë, ai erdhi një formë tjetër që ishte forma Delta. Më kupton? Tani ka ndodhur një fenomen që njerëzit, domethënë që nuk i është dhënë shumë rëndësi. Kur erdhi në Evropë, kjo formë, domethënë ai ishte në procesin e adaptimit natyror. Pra ishte një formë artificiale, e cila s'po dinte, ai po t'i vriste njerëzit siç i vriste në Wuhan, do shumoj vet. Do azisoj. Po qëllimi i tij, sepse virusi, unë prandaj e them në mënyrë figurative, inteligjencat e pathona inteligjencës virale. Është shumë e bukur si fjalë. Sepse viruset janë të programuar për këtë gjë, jo se ata kanë inteligjencë që kemi ne, ëh. Po ai është vetëm një inteligjencë. Ai këtë vepron, në këtë mënyrë vepron. Fali, ke parë milingonat kur duan të kalojnë një objekt të çuditshëm mes një gjë të pakalueshme dhe ato e gjejnë me inteligjencë derisa e kalojnë. Jo me inteligjencë. Po pra, si punë inteligjencës virale është. Po ti themi inteligjencë njerëzve. Po, në këtë si inteligjenca virale. Tani, ç'a ndodh? Kur vjen në Evropë, në Danimark kanë disa kooperativa, kështu që mbajnë këto kunadhet, që i shumojnë për këto për lëkurën. Dhe si duhet një prej viruseve, njerëzve, njerëz që kujdeseshin ishin shumë me Covid, duke punuar me ato ja transmeton aty. Ja transmeton. Ngordhin disa, po ato ishin 20 milion. Dhe në një komunitet shumë të ngushtë, ai çfarë bën? Ai shkon dhe adaptohet për kunadhet. Nuk i vriste më. Pra kaloi nga njeriu te kunadhja. U modifikua dhe shkuan basa kohësh punonjësit. Sa shkojnë, infektohen 8 veta të 8 të vdekur. Kaq fort. Sepse morën formën mutante. Ajo forma ishte adaptuar për kunadhet, por nuk ishte më. Ishte killer për njeriu. Se si ishte përshtatur për njeriu. Dhe çfarë kanë bërë danezët? Çfarë bën danezët? I zhdukën të gjitha. I groposën. Po groposën 17 milion kunadhe. Dhe ato, nga që groposin e bën me shpejtësi, ato dekompozoheshin plaste toka me nga ajri që mblidhen ato, ishte një film horror. Ishte një gjë si ato filmat me zombi. Pra kjo për të treguar që ky filloi të naturalizohej gradualisht. Dhe një virus nuk ka për qëllim sa do killer të jetë për bujqësin, që në këtë rast ishte njeriu, ai gjithmonë do lej një përqindje ku do shumohet.
dhe gjithmonë do vi drejt përshtatjes me individin. Fale, ke parë filmin me Brad Pitt World Z, lufta me zombit, me Brad Pitt me OBS-n, me Po. ai ka një koncept shumë të bukur se si nuk duhet vrasësh të vdekurin, sa ai do të marrë me vete, po do të vrasësh të shëndosh dhe jo ta vrasësh, por ta konvertosh në bartës. Ai thoshte virusi ishte inteligjencë, zgjidhte të shëndetshme dhe jo të smurë. Dhe e donte bujtësin që të shkonte gjendë një bujtës tjetër, që të mbijetonte. Ai është koncepti apo? Fakto kështu është. Asnjë, domethënë, sado killer që të jetë, në një përgjigje ai do fillojë të naturalizohet, do fillojë të bashkëtojë. Shkon ke rendi ekosistemi, rendi ekuilibrit. Ka zgjidhje tjetër, do bashkëtojë, do modifikohet etj. Fati jon që ishte shumë mutant. Pa ti quan fat këtë gjë, që ishte mutant. Sepse aq i rrezikshëm ishte dora e parë. Ishte killer. Ishte killer. Edhe këtu shikoni që këtu futet vloj tani për teoritë e Covidit, futet shërbimet sekrete angleze, inteligjenca. Ky është ai që sot është drejtori i CIA-s, po kjo është e prillit 2023, ku ai përsëri që në atë kohë ai deklaronte që se ishte shef i National Security, mos gaboj, dhe është marrë me këtë, është marrë in prima persona, në person të parë. Dhe edhe ai ka qenë raportonte gjëra të tilla që në atë kohë. Këto janë një mori elementësh që jo se janë mediat pavarura, po këto Sky News, Washington Post etj. Këto linin nga një hapësirë, sidoqoftë edhe për shpëtonte në gjë. Shpëtonte. Dhe ky është Fauci, i cili thoshte nuk ka asnjë evidencë që koronavirusi të jetë bërë në laboratorin e Kinez. Po mbase kjo është e vërtetë, se nuk ishte bërë në laboratorin e Kinez. Varet si e thotë vërtetën. Dhe ky është drejtori aktual i CIA-s, i cili sigurisht në vitin 2023 ishte në punë, besoj, po ishte former director of national intelligence. Ti ishte konferenca e para shtëpit. Po, për koronavirus. Por ai shihet çfarë thotë, që amerikanët meritojnë një vlerësim të sinqert të origjinës së Covidit, që në vitin 2023 dhe kur e dha mundësia nxori dokument. Kështu që meriton gjithë atë respektin për sa i përket kësaj gjë. Dhe kjo janë të dhëna dokumentare të raportuara pikërisht në ku del përsëri Eco Health Alliance, Gain of Function, Department of Defense. Akoma funksionon kjo apo kanë vazhdo. Dhe juve këtu shikon përsëri Operation Warp Speed, të organizuar nga administrata amerikane, por që sigurisht fillon tani opinioni, fillon të reflektoj faktet që ky nuk ishte gjë tjetër veçse një prodhim inxhinierik, dhe ky është projekti i famshëm. Ky është ai i 2020-s. Eksakt. Ky është vetëm një pjesë e shkurtër, i cili në të vërtetë thot projekti Diffusing the Threat of Blood-borne Coronavirus. Ti kishe në kompjuter këtë projekt? Që nuk është më. E kisha në email, po është dukur. Po pres për them, lum ti që e gjallë. Dhe ky është ai që quhet profeti i purgatorit. Ky është Peter Daszak. Ky është ai, presidenti e Eco Health Alliance, i cili tani është në akuzë për gjithë problematikat e Covidit, dhe si një nga organizatorët me origjinë ukrainase. Dhe gjithë të dhënat se sa miliona e biliona dollar, kjo është marrë nga faqja e Twitterit të tij, dhe kjo është pikërisht ajo që neve thoshim Bill dhe Melinda Gates. Po, pra, këtë doja. Committed grants, Eco Health Alliance. Pastaj kushdo futet në grant website to support One Health research collaboration and strengthen diseases, thot. Dëgjoj, ka shumë rëndësi kjo gjë këtu. Ka shumë rëndësi për ne. Po shiko, ka shumë rëndësi, shumë. Prandaj të thash, nuk ka sens që të përdoret më termi teori konspirative, sepse është bërë çik si, domethënë është bërë si lojë fjalësh kjo. Këtu flitet me fakte.
Ky është një konspiracion kundër civilizimit perëndimor, kundër njerëzimit, këta zotërin, kundër planetit. Këta zotërin mund mos përgjigjen kurrë në institucioneve të njeriu, po diku do përgjigjen. Ja, unë jam i bindur që ka një ekuilibër dhe në këtë gjë. Dhe këtu do të thonë tregon të dhënat se si janë të ndara fondet në departamentin e mbrojtjes të dhëna pikërisht të gjithë to janë fonde të dhëna këtij Peter Daszak, Kjo është e dhëna që ekziston për sa i përket evidencës që Daszak orkestroi pandeminë. Pra ky është një nga hitmenët e pandemisë. Duke filluar që nga lidhja e tij, që nga pema familjare e tij. E shikoni? Peter Daszak vjen nga Dajshak, is a war criminal like his Nazi father Bogdan. Domethënë, këto janë të gjitha të dhëna që juve mund t'i gjeni kollaj. Sigurisht mua mi kanë dërguar njerëz të cilët janë brenda kësaj, por domethënë është kemi të bëjmë për të ardhur keq. Kemi të bëjmë me një person. Është për të ardhur keq që njerëzimi është të duar të këtyre njerëz. Është për të ardhur keq që njerëzimi mendoja që vetëm vende popull si ne shqiptarët janë pa memorie. Ja, nuk e. Me sa duket që ka një smundje e generalizuar, sepse nuk mundet të riprodhosh Goebbels në 2020, është fatkeqësi e madhe. Kur kam parë në domethënë që një njeri, mjafton vetëm kaq. Daszak është një ekspat britanik ukrainas me një PhD në zoologji, i specializuar në parazitët, të cilët sulmojnë reptilët. Ky që ka ta mamur buri dhe Daszak nuk është as mikrobiolog, as doktor. Pra, ka marrë një PhD për parazitët e zvarranikëve. Universitet. Ka marrë PhD për parazitët e zvarranikëve. Dhe ai ka financuar Wuhan ka financuar institutin e Wuhanit nëpërmjet fondeve të Fauci. Dhe pastaj ka shumë të dhëna që nga marrëdhëniet e tij me këtë Ralph Barik, ky është koka në të vërtetë. Më fol pak për koka Ralph Barik, dhe shikon çfarë thot. Ai e introduktoi Xi Jinping tek Ralph Barikit, një mikrobiolog cowboy. Pra, se e studiojnë i cili njihet me emrin Mr. Gain of Function. Sepse ky është partizan. Ishte partizan. Ky është puna e këtij. Kështu që dhe çfarë roli kishte ky Ralph Barik si shkencëtar? Ai ishte shkencëtar. Ja thotë. Pra ky ishte truri. Ai zhvilloi metodologjinë për të alteruar gjenetikisht viruset në mënyrë që ato, jo vetëm ato, shikoni se çfarë thot. Ai është marrë me viruse të tjera siç është poliomieliti për të bërë një reversim gjenetik inxhinierik, pra dhe gjërave të tjera, të cilat kanë funksionuar, mund mos kanë funksionuar etj. Por ky punonte në Universitetin e North Carolina. Dhe në North Carolina ka patur 9 epidemi nga koronavirusi. Por nuk ishte koronavirus, ishte koronavirusi mutant, por që i thua mas 2020-s? Para 2020. Para 2019. Por një sekond. Ai nuk ishte koronavirus mutant, i cili mund të gjejmë këtu, i cili akoma nuk ishte bërë në ajër. Kështu që pavarësisht se kishte 9 dalje, ai kishte kohë që bëresh me këtë punë. Derisa 9 pandemi me event. Patjetër. Po shkon në universitet. Thotu, Barik screwed up and caused a minor pandemic in the area. Në universitet. Wow. E thot vet. A e kupton apo? Ka ndodhur 9 të tilla të dokumentuara. Mbase ka dhe tjera që janë të padokumentuar. Pra, para vitit 2019, në North Carolina, përreth Universitetit North Carolina, ka patur 9 mini pandemi. Epidemi. Eksakt. Kështu që këta janë koka e problemit. Mendjet. Sa lidhje ka ky Ralph Barik me ishte i rekrutuar nga Peter. Jo, me Kohetin, është i ekspert apo është punonjës? Është i rekrutuar nga ai. E kuptova. Pra, na duhet një monster, kemi këtë monster, marrim. Doktor Frankensteini. Na duhet ky ta marrim Doktor Frankenstein. Dhe më e bukur është që WHO ngre një grup investigimi. Dhe
për të zbuluar nëse koronavirusi ishte i laboratorit nga Wuhan apo jo. Dhe gjeni kë vendos kryetar të komisionit të investigimit, Peter Daszak. Jo. Jo. Daszak udhëhoqi investigimin e OBSH-s dhe mbuloi atë që kishte ndodhur në Kinë, duke sugjeruar që virusi erdhi nga Barcelona nëpërmjet mishit ngrirë. I morën mëlçit nga Barcelona dhe avarën ujkut. Komedia është pafundme, është një lojë nervash me inteligjencën njerëzore. Tati, Dhe shive çfarë thot. a dalin pafajshëm shqiptarët që s'kan memorie? Pastaj thot Dashak, nuk u lejua në një panel të dytë të OBSH-s, pasi u konsiderua me konflikt intereseve për shkak të lidhjeve të tij me Wuhanin. Pra, po herën e parë jo, s'kishte lidhje me Wuhanin. Ndërkohë që i kanë dalë emailët ku ai urdhëron Wuhanin që të zhdukin të gjithë ishin mira shtame, se nga një virus ishin prodhuar me mira modifikime gjenetike. Dhe i është gjetur emaili në Senatin Amerikan ku ai thotë zhdukin të tërë. Ti në gjë që bëri Nuland me laboratorin në Ukrainë. Eksakt. Për një taracja. Dhe sigurisht tani këtu janë gjitha të dhënat ku për shembull Fauci gënjeu edhe pse ishte në betim që ai nuk ishte financuar ndonjëherë këto fondet kërkimet mbi vitin e funksionit dhe në përfundim i gjithë informacioni është që këta janë financuar nga viti 2014 deri në 2017 nëpërmjet granteve nga NIH dhe drejtuar Eco Health Alliance. Dhe ky i fundit pastaj kishte financuar në Wuhan. Pra është një histori pothuajse e zbuluar që në atë periudhë. Dhe kjo është një, domethënë, cila ishte nga pikpamja teknike ajo që ndodhi në Wuhan. Këta janë gjithë autorët, se si e kanë bërë duke përdorur atë që quhet teknika reversible gjenetike, të cilën ata e përdoren në Wuhan për të konstruktuar një grup si thuash të ri gjenetik, klonësh gjenetike të jo vetëm të viruseve, po edhe të baktereve. Pra ai nuk ishte një lojë, aty ju ka dalë koronavirusi, dhe mbase mund të ketë Pra ata kanë dash disa gjëra. Në fund fare në disa drejtime. Po, këtë kemi për momentin, këtë do përdorim. Covidi mund të ketë qenë më e mira nga të këqija. Se mund të ketë pas dhe variante më të këqija. Mund të ketë patur gjëra të tjera që ne nuk i dimë. Ose vetëm që mund të menaxhon dhe të administrojë ishte Covidi. Eksakt. Kjo është. Më fal, jep dot një datë fillimi sa historie. Unë mendoj që ka 2014 që ka filluar. 2014. Ja shikoni çfarë thot. Ky është një email nga Peter Daszak i 28 prillit vitit 2020. Dërguar Goldstein, Treki Alexia, Mura Christine Kreuder Johnson etj. Edhe thot China Gen Bank Sequences. Pra sekuencat e bankës gjenetike të Kinës. Rëndësia shumë e lartë thot. Se këta shkruajnë në kode. Edhe thot, për gjithë është ekstremalisht e rëndësishme që neve nuk duhet kemi asnjë sekuencë e pjesë të bankës gjenetike sipas projektit ton Predict. Sigur se ju e dini, sigur se mbase juve keni dëgjuar, kjo ishte pjesë e një granti i cili ka përfunduar i financuar nga NIH apo Antonio Fauci. Pra ky i kërkon që të zhdukin të gjitha dhe shikoni për çfarë bëhet fjalë. Kjo bëhet fjalë, i ka dhënë dhe adresën atë. But Human Virus China. Pra jo për të gjitha, po but Trump cuts research but human virus China. E kuptove? 2020 prill çdo emri Trumpit. 27. I thot këtyre shpejt vas na erdhi ky na kapi. Nuk ka të bëjë me atë. Duhet të jetë tani kjo është një sajt interneti që këta duhet ta shohajnë, kupton? Po ka të bëjë me faktin ky i referohet kësaj sepse Trumpi në këtë moment ka ndërprer, ka katuar, ka prerë
të gjitha financimet për viruset viruset humano të laguriqit natës, kombinimi I këtyre. Dhe ky thot, çfarë ka të bëjë me këtë, gjithë shtamet ju duhet I shkatroni. Terminate. Po pse duhet terminuar? Sepse ka diçka për të fshehur apo? Pikërisht, provat. Po zhdukin provat. Pikërisht në momentin kur Trumpi ndalon financimin, ai nuhat që këtu po filloni diçka që ata do investigojnë dhe urdhëron varësit e tij në Wuhan që të zhdukin dhe me të vërtetë u zhdukën. Me të vërtetë u zhdukën.